jo si zakonisht, jo me zëra të lartë apo ironi. Erdhi i rënd, i heshtur, pothuaj paralajmërues. Vetë ngjyra e tij e bënte të qartë se diçka serioze kishte ndodhur gjatë natës. Banorët u mblodhen në sallon pa shumë fjalë. Askush nuk qeshte. Askush nuk fliste më tepër se duhej. Alba e ndjeu para se të lexoj, e ndjeu që në momentin që pa zarfin. Trupi ju tendos. Syt ju ulën. Nata i kaloi para syve si film, pa ndalesë, pa filtër. Ajo e dinte që kishte kaluar një vijë. Edhe pse dhimbja e saj ishte reale, edhe pse ajo natë kishte qenë kulmi i një presioni të mbledhur për javësh, ajo e dinte, Big Brother nuk fal dhunën, zëri i leximit ishte i ftohtë. I prerë, pa emocione, Big Brother ka qenë dëshmitar i një incidenti të rëndë që ka ndodhur gjatë mesnatës. Ajri në sallon u bë më i rëndë, ku Alba është përfshirë në një konflikt fizik me Bian, pasi e ka gjetur atë në krevat me Limin. Disa banor ulën kokën. Disa të tjerë u pan mes vete. Askush nuk u habit vërtet. Të gjithë e kishin ndjerë që diçka po zjente prej kohësh, leximi vazhdoi, situata ka dalë jashtë kontrollit, ku Alba është ngatëruar me të dy dhe konflikti ka përfunduar me përplasje fizike. Alba i shtrëngoi duart fort. Nuk e mohoi. Nuk e justifikoi. Vetëm dëgjonte, nata kishte qenë e errët, jo vetëm nga ora, por nga gjendja shpirtërore. Alba kishte hyrë në dhomë me një ndjenjë të rëndë në gjoks. Ajo pamjet, Limi dhe Bia në krevat, ishte bërë pika e fundit. Jo sepse ishte vetëm xhelozi, por sepse ishte ndjesia e tradhtisë, e përjashtimit, e humbjes së kontrollit mbi gjithçka që kishte përjetuar aty brenda. Fjalët kishin shpërthyer. Zërat ishin ngritur. Kufit ishin thyer, në rrëmujën e emocioneve, Alba ishte kapur pas flokëve të Bias. Jo si akt i menduar, por si reagim instinktiv i një njeriu që nuk po mendonte më, por po ndjente. Një moment që zgjati pak sekonda, por që mjaftoi për të ndryshuar gjithçka. Big Brother nuk e pa si moment. E pa si shkelje. Big Brother nuk toleron asnjë formë dhune fizike, pavarësisht provokimit apo rrethanave emocionale. Zëri vazhdoi i njëjtë, i pandryshueshëm, Limi qëndronte i heshtur. Ai nuk ishte goditur më shumë nga duart, por nga përgjegjësia. Ai e dinte që situata kishte nisur nga zgjedhjet e tij, nga paqartësia e tij, nga mënyra si kishte lënë hapësira të hapura mes dy vajzave. Alba ngriti syt, në fytyrën e saj nuk kishte arrogancë. Nuk kishte krenari. Kishte lodhje. Kishte keqardhje. Kishte dhimbje. Unë jam gabim, tha më në fund, me zë të ulët, por askush nuk e di sa ka mbajt brenda. Nuk ishte justifikim. Ishte pranim. Big Brother vazhdoi për këtë arsye. Alba ndëshkohet për sjellje të papranueshme gjatë natës. Dënimi u lexua. Pasojat ishin të qarta. Loja kishte marrë një kthes tjetër, pas leximit, salla mbeti në heshtje. Askush nuk duartrokiti. Askush nuk foli menjëherë. Sepse ndonjëherë zarfi i zi nuk është thjesht ndëshkim, është pasqyrë. Alba u ul vetëm më pas. Mendimet i vërshonin. Ajo nuk ishte krenare për atë që kishte bërë. Por ajo natë kishte treguar sa e brisht ishte bërë, sa e shtyrë në cep. Sa shumë emocione të pasgjidhura kishte lënë kjo histori. Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie. Është provë nervash, ndjenjash dhe kufish. Dhe ajo natë ishte prova më e vështirë për Albën, një natë që do ta ndiqte gjatë. Brenda dhe jashtë shtëpisë, sepse disa momente nuk fshihen me montazh. Ato mbeten.